Strategjia për fshehjen dhe zhdukjen e trupave të viktimave do të zbatohej në mënyrën më brutale në Gjakov, Rahovec dhe Malishev. I hartuar dhe implementuar nga strukturat më të larta të ushtrisë dhe policisë të ish Jugosllavisë, do të merrte formën konkrete pas masakrave në Mej, Gjakov, Krusht të Madhe dhe Pastasell. Lufta e Kosovës do lente pas mijëra viktima dhe bashkë me to mijëra histori tragjike të zhdukjes së njerëzve. Që nga maji vitit 1998, strategjia për fshehjen dhe zhdukjen e trupave të viktimave do të zbatohej në mënyrën më brutale në Gjakov, Rahovec dhe Malishev. Këto 3 komuna do të përjetonin vrasjen masive dhe paralelisht me to edhe zhdukjen sistematike të viktimave. I hartuar dhe implementuar nga strukturat më të larta të ushtrisë dhe policisë të ish Jugosllavisë, plani Nuk ka krim pa viktima do të merrte formën konkrete pas masakrave në Mej, Gjakov, Krusht të Madhe dhe Pastasell. Viktimat fillimisht do të ekzekutoheshin, ndërsa më pas trupat e tyre do të zhdukeshin me qëllim që gjurmët e krimit të fshiheshin për gjithmonë. Në të njëjtën kohë, në Rahovec dhe disa fshatra serbe të kësaj zone do të dokumentoheshin rastet e vrasjeve, zhdukjeve dhe varrosjes së civilëve serb. Krimet ndaj civilëve në këtë rajon do të preknin të gjitha etnikët, duke e bërë këtë një plagë të pashërueshme të pas luftës. 26 vite pas përfundimit të luftës, familjet e personave të zhdukur vazhdojnë ende betejën për të vërtetën dhe drejtësinë. Në mbar territorin e Kosovës, statistika dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare janë zbuluar të varrosur në varrezat masive në Serbi, ndërsa mbi 12% e viktimave të luftës vazhdojnë ende të jenë të zhdukura. Kjo mbetet një nga plagët më të rënda të pas luftës në Kosovë, një histori dhimbje, heshtje dhe kërkimit të pandërprerë për të vërtetën. Megjithatë, Gjakova është karakteristike sepse ka pas vrasje masive më shumë se gjithkund tjetër në Kosovë në hapësirat urbane, pra në vetë qytetin e Gjakovës. Skyferi 48, Baloni si ka pas hala 22, Visari 20. Skyferi inxhinieri mashinerisë, Baloni student i Fakultetit Ekonomik edhe i gjuhës angleze, Visari student i Fakultetit Mjekësisë Dega Farmaci. Marku në atë kohë ka qenë 37 vjeçar, 2 vite më i vjetër se unë, ndërsa Pashku ka qenë në kohën kur është kidnapuar, ka qenë 39 vjeç, ndërsa agja im Pjetri ka qenë agja im i vetëm, pra vllai vetëm i babait tim Gjonit. Ondrat e vllavët kanë qenë me pas perspektivë, për fëmijët e vet, me punu për fëmijët e vet, deri në momentin e fundit, po ja që fati e ndërpreve dhe po dijet se tashti. Oženio se, on se oženio, dobio je čerku, oženio se 15. avgusta 99. godine, nesto 12. oktobra 99. godine, 11. marta 2000. godine dobio čerku. Ka qenë një punëtor i mirë, një njeri dashur që e dinë edhe fshati, krejt kemi qenë të mirë, po s'ka pas kur gjën vrete, tonë kohën ka punon, na ka shkollu neve me ato kushte na ka rrit, me bujësi, kohë pas kohë ka punu edhe në Split Kraci, kështu që kryesisht ka qenë njeri mirë, edhe të gjithë kanë qenë të mirë. Nuk kemi qenë problema, që nuk kemi po gjithë fshati s'ka problema. Njerëz që kemi kështu tokë, më mënu me tokë, me bujësi, kështu kemi jetu. Njerëz normal kemi qenë. Nuk kemi qenë në kategorisë të larta, po as shumë poshtë normal kemi qenë. Për ne si fëmijë, një babi mirë është për kujdes që ne të mos kemi mungesa në rritje gjatë shkollimit apo të tjera, pasi që flasim për një periudhë para lufte, kur jeta, sikurse edhe në shumë vende të tjera, ka qenë e vështirë. Ai ka punuar me mund, me djers, gjerë në momentin kur është vra dhe thash bab, njëri për ne i mirë. Kur i kanë ekzekutu se me 9 maj, filloj vesh këtu
rëmuja, qysh, na hyni në ushtria, me ndonë maj, edhe ata në maltretu në mënyra e format të ndryshme, deri prej orës 17 pas ditës, deri 23 të darkës, nejtën ata me maltretimet të ndryshme. Ku na ngujunën, po drum njerë na largunën në borë, në sakak në qitën, në rrugë, me të shtrinë për tokë, me dur për muri, edhe aty maltretimet të ndryshme. Atëherë hynë policia. Tashe në podrum ishin djemët edhe agja i vetë, edhe pithojnë, agja talë erdhen, a pithot valan, visar, a janë që atë njëjtit, a janë qerë. Jo, bro, gjatëll tash uniformën e 4, pas ka nuk janë tjerë. Na dhe pithojnë, mësë, kur hinë një numër i madhë. Qaq me mjeshtri u pozicionun, thut jo lejon rritat a këtu. S'kishin ditë, s'kyfer të hirë mentor, valoni visar që jo lejon rrit, nuk kishin ditë ashtu të mu pozicionu. Qaq shu që i gjatë shbejt pikat. A e pëthët valoni, mam, dash fshehi, ku mu fshe me i mam, zdisha ku mu fshe. Kretë, lagja rrathune, s'kish vand ku mu fshe. Edhe nuk fola. Arjeta tash motra të e thonë, me zdini se zdala sune, me zdini valoni, djali madhë. Hajde arjetë se s'kena shama bo, duhu me dalë.